Atëherë të njëherë përshëndetje, faleminderit shumë që keni ardhur. Kam kënaqësinë që bisedën e kësaj jave në ambientet e Librarisë Onufri ta zhvilloj me një personalitet që ka dhënë një kontribut shumë të çmuar në kulturën shqiptare, si përkthyes, shkrimtar, poet, lektor dhe jo vetëm, zotin Primosh Vllaku. Profesor, shumë faleminderit që erdhi. Faleminderit. Në fakt, unë të doja që këtë bisedë, sepse duke qenë se nuk është biseda e parë që ne zhvillojmë bashkë, ta nisnim pak si ndryshe këtë herë. Ta nisnim që nga fillimet tuaja. Ju jeni pasardhës i një familje shumë të njohur shkodrane. Jeni rritur në një ambient ku libri dhe kultura kanë qenë pjesë e përditshmërisë. Ju vetë keni thënë në një intervistë se baba juaj ka pasur një ndër bibliotekat më të mëdha të kohës në atë kohë. Po ashtu jeni edhe nipi një figure shumë të shquar siç ka qenë zoti Gjosh Vllaku. Nëse do të ktheheshim tek fillimet tuaja, si kujtoni ju fillimet, kujtimin që ju lidh me shkrimin? Domethënë ka qenë më shumë si një thirrje e brendshme apo ndoshta një ndikim i ardhur nga familja? Ju po më pyetni për një periudhë e cila zakonisht mulohet me mjegull ma vonë. Nuk është unë e di që kam qenë në teatr me babën, unë e di që kam qenë në dhomën ku përkthente xhaxhai im, unë e di se kam qenë në Xhans edhe i 10-ave edhe i 4-shave, sepse këto i kam të freskume edhe prej anës tjetër, pra nana ime i ka rujt të gjitha fletoret e shkollës sime fillore, me gjithë diftesat e tjerë. Pra, unë për pyetjen që mbatu, unë di me thani i gjatë që kur paraardhësit e tuj, një brez para tejet, janë kaq të nëritshëm, atëherë për ata që vinë mbrapa është shumë e vështirë. Deri pa mujtur, bile zakonisht brezat e nëritshëm i vrasin brezat masartës, i vrasin. Sepse u met koka kështu nalt, duke po edhe është që ka ndodhur me mu, nuk e di që ka ndodhur me mu, unë e di që kam thjeth atë ajër, kam marrë atë hirë, jam mërzit, këtë e di, jam mërzit se një gjoja topin në rrugis që bade pa, edhe mund duaj me nej aty edhe ta vazhdoshe me më përgatit mu si njeri që nuk isha nevoja tjera vetëm me një gjuhë biseda edhe në greqisht vjetër. Por, mas i kaloj koha, unë e pash se kisha grumullu kretë si pa dashje, një bagazh shumë madh, sidomos letërsisë klasike, dhe kur unë vendosa me hy në mënyrë të vetëdijshme edhe me majtë mend, pra jo në atë periudhën që po më kërkon ti, po në periudhën për cilën unë shumë... Cili është kujtimi i parë, Kujtimi i parë e imi që kam shkru është në një fletore aritmetike, kam shkru 2 vargje që janë skandal. Skandal për me shkru njeriu në kohën, në një kohë ma racionale, po themu. Mos o impresiono Loret. Mos o impresiono, kur ti një gjosh këta 2 vargje. E thot, valët e detit po na çojnë në përshtigje plot johon. Edhe është shkruar me bojë jeshile, se në atë kohë
na kishte ras mundja e jeshillekut. Ashtu. Ashtu macave I pëlqejnë sinqeritetet. Në atë kohë pra kishte në dyqane vetëm bojë të jeshile shkrimi. Kishte marru boja blu edhe maj mend që në shkolla diskutoj kjo gjyrë po ja prish syt fëmijëve edhe nuk shkruhet as me të kuqe as me të jeshile, po duhet blu e njëra tjetër janë shkruar. Pra këtë e kam gjetë në fletore edhe e di që është shkrimim. Ma tepër nuk di që më thamë, por që kam jetu në atë klim, baba janë përshaun me gjagjanin tim, fliqin me orë tana frëngjisht. Sepse nuk e di, në atë kohë nuk dija si gjo. Kur ardhi koha, me gjithë se frëngjishtja ka ra nga vakti, se ja mori anglishtja, frëngjishtja për mu meti një gjuhë edhe timlluse, edhe që I përngjishte shumë edhe gegnishte stunë, se kur na kallin ne gegve, na thonë që ju flitni me hunore me kësi gjame. Gjuha e saloneve bots, të gjitha saloneve dhe aristokracis, ka qenë gjuha frënge, e cila është e mushun 10 fish ma tepër se gegnishtja, me zanore e hundore. Hajde ma I beracit të ashti, që s'kan hundore. Vetëm hund, nuk kanë hundore. E dim të nuhasin. Da, të prapë, ju keni nuhatje. Profesor, ju gjatë gjithë periudhës komunizmit keni shkruar, por për të votuar, votoni vetëm pas rënies së sistemit. Dhe librin e parë, nëse nuk gaboj, keni votuar në vitin 1994. Madje, gjatë komunizmit ka pasur një moment që ju keni dashur dhe t'i tiqni dërshkrimet tuaja. Ekziston edhe një poezi e shkruar për ju, sikur ju I keni djegur këto dërshkrime. Dhe do doja t'u pyesja, domethënë, kur e shihni këtë rrugtim, që votimi ka ardhur pak me vonesë do të thosha, kjo ju ka ndikuar, ju ka dhënë një farë pjekurie, do të themi më të madhe, për t'i parë pastaj në një dritë tjetër këto shkrime, apo ndoshta ka lënë një hendek që ju nuk do doni që të kishte ndodhur? Shiko, unë e kam ditë, që kam qenë edhe I madh, do të thonë për mi 20 vjeç, e kam ditë që asaj letërsie nuk kam qaja, sepse nuk I kam marrë asgjë. Pra, një letërsi, nëse nuk ndodh një transakcion, një marrëdhënie midis teje edhe diçka tjetër, atëherë zakonisht ne I japim dorën dikujt edhe ndahemi me të edhe kur e shohim rrugës edhe devijojmë. Pra, ajo letërsi nuk ishte letërsi. Ajo ka qenë shkrimtari fizike. Dhe ajo që I shqetëson miqtë e mi është pikërisht antishembulli im. Se kur I pyetën, po ashtu ishte koha, duhet shkruaj, edhe për mua ashtu ishte koha, edhe unë duhet shkruaj. A kupton? Por unë nuk mund shkruaja për atë kohë, për shkak të parimeve që kisha, për shkak të bjenjeve që kisha fillu me I pas. Sot unë kam bjenje shumë më të themelume edhe shumë më masive se në atë kohë, por me aq pak bjenje sa mundet me pas një 20 vjeçar, unë e dija se po të shkruaj, do I baj varrin vetes. Dhe kur pata lexuar një libër për Einsteinin, një përkthim në anglisht I një autorit rus. Në një vend Einsteini fillon edhe
konfrontohet me nazizmin. Jo për... Ishte hebre Einsteini. Po pra, jo për politika, po sepse ishte hebre. Dhe kur e pyet Niels Bohr, danezi i famshëm që ka kriju ujin e rënd dhe ma vonë edhe reakcionin bërthamor, i tha si do t'ja bash, i tha profesor. Ai i tha kështu, kur vjen koha me shpëtu jetën, nena duhet me u tërhek të i luftu. Kështu e ka libri rus. When time is to preserve life, we have to fight back. Në këtë kuptim, pra, po them që unë e dija se ajo që mund të shkruaja unë dhe duhet shkruaja unë nuk ishte ajo zyrtarja. Dhe ajo letërsi për mu ishte nga e bezdishme, nga e amsht, që do të thotë pa shije, e amsht në Shqip i thonë ujit shiut. Uji i shiut s'ka shije. Din edhe pisa dushti nuk të ta heqe jeti. Nga e amsht edhe bezdishme deri në e neveriq. Unë kam thënë këtë edhe një pjesë e madhe e tyne që kanë shkruar në atë kohë edhe që sot e ne e konsiderojnë shkrimet e asaj kohë si pjesë e konstitutive e karrierës tyne, nuk më kanë pas në qef. Do doja që të ndalonin pak tek krijimtaria juaj poetike. Ju keni lirika shumë të bukura, por një vend të veçantë zë dhe dashuria, që herë shfaqet si stre, herë si liri, madje në një intervistë ju keni thënë që për dashurinë ja vlen, dashuria është një shkak edhe për të lindur, por për disa është një shkak edhe për të vdekur. Do doja që na thoshit se si e përkufizoni ju rolin e dashurisë, domethënë në jetë, po ashtu edhe në letërsi. Koha e socializmit ka qenë një kohë pa dashuri. Valeni ta thonë këta. Që në atë kohë ishin shumë solidarë me njëri tjetrin, shkonin me vini me njëri tjetrin. Unë maj mend që kërkonin krip te komshiu, sepse nana ime kishte shku 2-3 herë, kishte thënë s'na pa ardhur kripa e ne në dyqan. A kupton? Edhe ne shkonim i kërkonim, tash nëse me kërku krip diku në shtëpia solidaritet, atëherë unë dorëzohem, s'kam ça them. Po kur unë revoltova një herë me nanën time, që shkoj e mori krip se mu duk se e uli veten shumë. Baba jam tha, në kohë të zogut, tha, shteti s'kishte pare, tha, me pagu rrogat e mësuesve, dhe i shpërblemte me krip. Më thotë, që me krip, ma? Tha, po, tha, vinin fshatarët dhe ja blenin kripen këtyne njerëzve, këtyne arsimtarëve që ishin pagu me krip, se s'kishte pare buxheti i shtetit. A më kupton? Nuk ka pas dashuri. Dashuria ka qenë e frikshme, ti ke hyrë në një marrëdhënie me një vajzë, a kupton? Në moshën 20 vjeçare, çdo mashkull, në dijenin time, ka frikë nga martesa. Ka frikë nga martesa, sepse e ndjen se nuk është i gatshëm me marrë përgjegjësitë e martesës. Dhe
në qoftë se ajo vajza për shembull dashurohej fort mas teje dhe ti nuk ishe simetrike, dashuria jote ose lidhja jote nuk ishte simetrike, ajo mund shkonte edhe në organet e shtetit, të cilët masanej edhe mund të angazhoshin me të martu me Zot. Nuk e dia I keni ndëgju ju këto fjalë. Po my të ishte dhe tani mos taleshin. My të ishte dhe tani dhe mos të tani ka shumë liri. Nuk besoj se ka dashuri edhe tani. Jo, unë po, kjo s'po më pyet për sot. Po të pyesi për sot, unë I kam tjera. Që se Me që jemi poezia të penalizon majstrë, që poezit ma të bukra dashnisi kita saj kohë. Ore, unë nuk them se unë po them që në jetën e përditshme dashnia ishte një lloj xhebahirit që ti e kërkoje se kishe në mend. Po jo se ishte ekzistonte si diçka që mund ta gjesh edhe mund ta mbash. A ka dosh me të martu dikush me zër në atë? A ka dosh me të martu me zër dikush në atë ku? Mua? Po të... Martizan. 20 vjeç kur ju. Ashtë këte ndoshta janë edhe detaje këto shumë intime, nuk ka rëndësi, po unë nuk po flas kot. Për këtë jeni sigurt, nuk flas kot. Profesor, me që jemi të dashuria, do doja të lexoja një ndër poezitë më të bukura që keni shkruar për dashurinë, që ju e keni titulluar Të kam dasht. Dashuria nuk ka të tashme, dashuria nuk ka të ardhshme, ajo ka vetëm të kalueme, të kam dasht. Dashuria është e lirë si dorë mbi ran, dashuria është e verbët si dorë e zhvoshkur nga lëkura. Dashuria është e çmendur si dorë mbi mish. Dashuria vdes kur I mbarohen fjalët. Dashuria vdes kur I shërohen plagët. Dashuria fillon prapë prej fillimit. Dashuria I beson të gjitha. Dashuria I shpreson të gjitha. Dashuria I ha të gjitha. Dashuria I fal të gjitha. Dashuria banon të duart. Të kam dasht. Dashuria nuk ka të tashme, dashuria nuk ka të ardhme, ajo ka vetëm të kalueme, të kam dasht pra. Tani, duke marrë shkas nga kjo poezi, ju e shprehni Nuk njehet këtu fare për ju lexuesi se është kjo sa ndorë ti me më, unë e kam dhënë një herë edhe më. A nuk njehet që dashnia nuk ka të tashme, po ka të kalume. A nuk njehet që pra nëse ka një akt eminent edhe një akt aty për atyshme ma dashnia. Sepse ne duam me mush jetën tashme, s'duam me mush të kalume, ose të ardhmen nuk e mushim dot, pa ardhme do vjen. Tu njehet që është një moment të madhe, ka një depresion të madh, një boshllëk të madh që Po pse I shkruani vetëm dashurisë së kaluar? Vetëm të kam dasht, vetëm ndjenjës së kaluar. Nëse ajo është kuptimi jem për aksin e kohës, janë tre kohët e gjithësisë, janë e tashmja e ardhmja. Në fakt, e tashmja është një pikë që ecë në një drejtës. Vektori është nga djathas majtas, pra e ardhmja derdhet tek e kalumja. Dhe e tashmja është një moment, është vetëm një pikë, nuk ka dimension. Nuk e kalumja matet me shekuj, me vite, me sekonda, e ardhmja matet me të njëjtat, por nuk e masim sepse nuk ka ardhë, dhe nuk e di. Ti nisesh me makinë prej, nuk e di, po dhe hemara unë nise, po kur vjen nuk e dihet. Pra, e ardhmja nuk e dihet, e tashmja matet, e kalumja matet, e tashmja nuk ekziston. Sepse ajo është një çast, është një vizje.
Pra pas kam dash tot, atin pas kam dash, por pa jetu tashmë. Burra gjithë me Do me thonë, këtë ajo që nuk është se s'ka dashuri, thjesht ka dashuri të ndryshme dhe dashuron njeriu shumë herë në jetë i bie. Edhe që bëhen të kaluara. Kjo është. Po besoj se dashuria kur ekziston nuk ka as të kaluar as të ardhmen as gjë, thjesht. Nuk shiko, unë mendoj se nëse kjo poezi është, nëse kjo poezi ka pas një fat shumë të mirë, ka pas edhe një fat shumë të keq, sepse është një limit. Limiti i lexuesit. Kjo poezi don me thonë e kalon atë kuadrin e vet historik dhe e njën rrezikun e konsumimit. Dhe në vend që me thonë dashuria po konsumohet edhe po prishet dhe po vëdaret, po shprishet. Edhe ne na duhet me majt men ata kohë kur ajo ishte aty, ishte gjallë dhe nxehtë. Tash është bon rutinë. Kjo nuk i ka nëllë vetëm për imos, kjo i nëllë tonë gjithve. Dhe futen mësane nga çmimet tjera, jo fëmijët, jo problemet, jo kështu në këti. Dhe bëhet familja fillon si dashuri, fillon si idealizim. Metamorfozën dashnia, majtë? Por no? A nuk e pëson metamorfozën dashnia, po Jo, vetëm është konsumimin? ka flutur kthehet në zëkundët ose Po mandej ajo mundet Se metamorfoza ishte ditë. Unë nuk them, shiko këtu, ke dashuni që kanë marrua dhe me vdekje, dhe kanë qenë fat mira se kanë vdekur në zamanin e kohës tyne, pra në kulmin Si Romeo e Julieta, Po. që su konsumua. Ajo nuk u konsumu dhe vdiq banalisht, sepse ata dy tëri nuk ishin nga një Samsung. Se për ndërshë do i thoshin nga një tjetrit, jam aty unë kam ti ati laqin edhe rri qetë se unë do zgjohem, po t'jesh aty se kam frikë me u zgju në Vareza midis skeletash edhe arkeologash. Në këtë kuptim, pra, po them që dashnia është një moment dhe janë pak ata njerëz, sepse dashnia është nërmarrje, nuk është ide, është nërmarrje midis dy njerëzve. Ata dy njerëz mund të kontribojnë edhe në rënimin e saj shumë shpejt. Sepse asnjë njeri, për shembull, në martesë, po flasim për një periudhë kohet, kur e vetmja mënyrë që ti mund të ishe me dikën non-stop, ishte me hyrë në martesë. Mirë po, asnjëri prej çifteve të reja, po themi ne, nuk ka eksperiencën e martesë. Nuk e ka. Dhe martesa zbulon shumë sene tek ne. Sidomos tek gratë që kanë pas një tutele edhe më të fortë në ana familjes edhe shoqërisë edhe moralit. Kjo tutele u ka analu aty në një shkallë shumë madhe vetnjohje. Dhe kur martohen, e shohin se ai njeri që ajo ka zgjedhur, ja ka dhënë familja dikush, është i mirë, por nuk është tipi i saj. Nuk është ai që do po ke raste sa dush, raste që dashnia tyne mahet jeton edhe pse, sepse
rastësisht ata dy njerëz kanë qenë kompaktibël, pra të pajtueshëm njëri me tjetrin, pafundësisht. Unë nuk I kam pas këta lukse. Po prandaj është dhe bashkëshort, se të short, bashkëshort, prandaj është bashkëshort, domethënë nuk do bie shorti për mirë apo për keq. Sot nëse është mirë pastaj ta më bashkëshort. Po unë isha njës edhe për një rrugë tjetër. Unë isha njës edhe me shkru, edhe me rezistu kohës. Dhe bashkëshorte e kam pasun atë për cilin e kam fjallën, por poezitë e mia aja nuk e ka ditë. I dedikoheshin dikujt tjetër, poezitë tua? I dedikoheshin dikujt tjetër? Pse nuk I ka ditë poezitë? Jo, ma jo nuk ishte puna si. Mos me doni kaq mirë, ju. Ju lutem, mos me doni kaq mirë. Unë po them që ishte rrezik. Shiko këtu, një poezi që thotë, ky qytet do djeg, fun e maje, shkrum e hi, që të mos metet as kush, as unë, as ti, përveç dashnisë pa fajshme. Ishte me thonë burgut hapu. Qa I duaj grus time me pas një poezi time tillë që nesër, se na kishim raste, burim ndashti me te, ajo, ndamjet në Shqipëri kanë qenë shumë klamoroze, shumë të dhimbshme. Janë rah, janë sakatu, janë konfliktu familjet njënë në tjetër, edhe në fundit, masaner për hakmarja, ka marrë një sen, gruaja I ka thënë që burri jem punon në filan vend, po vjell atje dhe vjen këtu e jashet filanit e filanit e filanit. Kjo është historia. Domethënë dashuria në atë kohë ka qenë një dashuri e tjetërsuar apo e ndikuar nga sistemi. Po, jo nga sistemi, por ishte problemi sepse ai sistem kontrollonte gjithçka. Apo që ta dini ju, një herë vjen një kushëri babstim, se kjo është ma tepër kulturologji se sa letërsi, por s'ka gjë. Vjen një kushëri edhe më kap në rrugë, më thot, hamor, apo pret me tëra flokta, baba im ishte pa flokë. Edhe më pyetja, po pret me mëra flokë. I thashëm, jo mor, I thashëm, unë kam gjatë te I nga daja, ta I kanë flokë gjithë. Apo pse s'martohesh? Shkam gjetë më njeri, me u martu, tha more veshtë. I thashëm, duhet me gjetë një rëmër, a po mërë veshta, as po mërë veshta ti. Se unë I kaq po të them. Pra, një njeri I shtëpis vjen e të thotë shumë. Dhe masi iku 90-a, u takova me te, edhe ma pimi kafe, më ka meti I gjanë, thash, kështu si, më ke thonë. Bas më vetë E ma vonë masanin, ma betë, u shtëru më kështu aty. Po atë ditë edhe më tregoj që në shtetin socialist, sidomos në Shkodër, që ishte zonë kufitarë, kur I shifshin djemët që shkoshin edhe 30-35 vjeç, e survejonte sigurimi se ky nuk po martohet se do më arratis. Që çfarë paranoje.
A kupton? Ky po don me u aratish. Prandaj edhe nuk martohet se nuk don me pas, si më thon, rimorkjo me vete, di? Fëmije, grua, kësi punë që edhe më tha, kjo muhabeta është bën për ty në sytë. Për i disa personave, tha që në të kohë të kanë bërë gjanën. Edhe unë erdha ta thashta. Mos më ke thonë kur gjanë, dhe është që më tërgove rreth anën i thash. Ju duken pak si çuditshme. Jo. Ashtu. Jo se është na kemi jetu në njëjtin ujë. Kemi qenë gjithkund, po në Shkodër, po thëmë, që ishte zonë kufitare e kishin njerëzit punë. Kjeni kujdes filanin se ai s'po martohet, kush e di se ku ka menen edhe do me ik një Jugoslavi. Profesor, për atë kohësh ju boton romanin Pesha e Padrejshme e Pafajsisë, roman që është botuar nga Shtëpia Botuese në Austri. Menjëherë sapo romani u botua, kur në Lezhë mbajt ceremonia e ndarjes së çmimeve Gjergj Fishta mori çmimin e parë. Në qendër të këtij romani duket sikur ju keni vendosur një konflikt moral dhe duket sikur liria dhe pafajësia nuk mund të qëndrojnë bashkë me njëra tjetrën. Si mund të jetoj njeriu mes këtyre dy dimensioneve? Është libri ashtu për këtë qëllim, me treguar se si mund të jetojë njeriu midis pafajësisë edhe lirisë. Eksperiencat e mia edhe meditimet e mia mi lirin edhe mi pafajësin, pra që janë kategori shumë të rëndësishme të jetës si njeriu, se askush nuk metet i pafajshëm deri në fund dhe askush nuk çlirohet deri në fund. Pra, ne endemi midis këtyne dy poleve, endemi dhe bëjmë kompromise me kohën, bëjmë kompromise me veten dhe e vetmja që pësën është liria. Ajo mund të metet e pas gjerë, ajo metet me qara. Liria. Marin Shita është një djalë naiv, hyn në roman si Angel, kret Candidus, është i bardh, pa sherre, pa një njeri që manë familjen e vetë edhe aty e ka menjen, mirë po, gjatë faqeve të romanit, a i takohet mës parit me disa gra. Dhe këto gra, me siguri që e ka josh rinia e tij. Dhe ai man qëndrime çuditshme, pra të cilat nuk janë qëndrime as donjuaneske, as qëndrime të një normaliteti që është po shifemi, po takohemi, për puna që ky e refuzon ta them. Dhe në roman futet diagonalisht një rrethon e subjektit e cila ndryshon për ka substanca me rrëfimin të nësi. është tjetër material ajo. Ai ka aftësinë e synit, pra të rëzën me sy, këput një vile rrushit me sy, dhe kjo nuk është konvencion. Këtë aftësi, pra, me të rëzu me sy, me rëzu
kalorësin prej kalit e kanë pas në tanë Evropën, e kanë pas dhe është e njohur. Mirë po ky është kaq naiv sa atë gruan që i propozon këtij, edhe gati sa se ka mjekrën në shqipi thot, ky e refuzon sepse ka frikë se po ta shikoj me atë synin e tij, do t'ja shkatroj syt, sikur se ka kput një vile rrushit, sikur se ka rëzu një oficer italian e njërën e tjetër. Dhe këtu, pra, te refuzimi i kësaj dashurie, vjen si pari i ti një jetën e pafajshme të ti. Vjen si pari. Do më thamë, ai e njen se po pagur një harat shumë të madh për dhe do të krijoj një familje të tradicionale dhe konvencionale. Pra, don që të fejohet me një gru edhe ta ketë në shtëpi edhe me mbyll jetën e tij. Mirë po, jemi në Kapërcyll, pra është krejt situata e tij, edhe në Kapërcyll sapo e kanë marrë pushtetin partizan, komunista, edhe me që do vjente në qytet një delegacion i disa vendeve komuniste, për qëllime sigurie, shteti ka izolu, ka futur në burg, ka kërcënu që të mos dalin nga shtëpia njerëz të cilët ai i mendon se janë të rrezikshëm. Pra, mund të ishin klasa që ishin shproncu, njerëz dëshpëruar që i kishin nxjerrë nga shtëpia, kurse me Marin Shiten puna është ndryshe. Kjo është klasë punëtore, nuk përban. Por shoku i tij që është ba edhe shef i këtyne operacioneve edhe i sigurisë, shoku i tij ja njeh synin dhe thot, sikur kë na baj në lojë atje. Edhe unë kam shok, prandaj çfarë po bëj? Po e fus ca ditë në burg. Që t'jetë ma mirë në burg, edhe ka dhanë urdhën që Etusia me usjellë mirë me te. Etusia sillet shumë mirë me te, megjithëse ky gati sa nuk zihet me ata njerëzit që vinë për ta arrestu ditën e fejesës. Atëherë fillon për te një jetë e papritur, një jetë surprizë për te në burg atje, dhe askush se nuk ka problem me te. Thjesht duhet të rrijnë në burg për sa kohë janë delegacionet e huaja nëpër qytet, edhe ky duhet të rrijnë në burg sepse ai regjim i frynte edhe Kosit, që ishte shumë i ftoftë, s'kishte nevojë me fryr, ai frynte edhe Kosit. Pra ishte paranojak qysh në ditët e para. Aty ai njeh shumë njerëz, e përdor disa herë forcën e synit tij në disa shpërthime të inatit tij edhe të zemrimit tij, sepse unë meta në burg pa hak edhe pa hile, edhe ma në fund atje takohet edhe me një, nese nuk ka rëndësi. Do të them që romani është kaq i gjatë, sa duhet me spjegu për ta kuptuar. Për ta kuptuar ju që jeni këtu.
ose duhet ta kishe lexuar dhe unë duhet flisja masanej ma me pak fjalë. Pjesa më madhe kemi lexuar. Unë jo kam lexuar të tregime, po një pjesë me që sham fundi e bleva, tregime, po besoj dhe ajo që tha, kuptor ato nuk është e kuptueshme. Po. Mendoj për në shumicën, unë e kuptoj. Po. Pra problemi është në jetë një problem moral i madh, apo tanë. A mund të metemi ne të pafajshëm edhe të kërkojmë me gjetë lirin tonë. Romani edhe autori mendojnë se nuk mund të jesh edhe i pafajshëm, edhe i lirë njëkohësisht. Bile kjo ide më ka ardhë qysh më ka shqetësuar dhe më ka metë si drite e ndezur që sfike qysh me leximin tim të parë dhe serios të Biblës. Në një vend kur Krishti i thot, unë kam ardhë me prish babën me djalin, nanën me bijen, komshiun me komshiun, njerëzit me përftërit, kam ardhë me i prish, me i konfliktu. Pra, një person, ose një personazh i historisë, ose edhe i mitologjisë, si doni, pra nuk jam të ju bë katekizëm për kujt, mësim feje, me fjalë, një personazh që vjen me prediku dashnin midis njerëzve, tolerancën, solidaritetin dhe mëshirën, pa pritmas qohet e thot, unë kam ardhur me prish njerëzit, me prish familje. Pra, a nuk është ai njeri që nuk mendon me prish familjen, a nuk është i pafajshëm? Po, është i pafajshëm. Po në momentin kur ai kërkon me prish familjet dhe e shpallë, a është i pafajshëm? Nuk është i pafajshëm. Po pse bën? Nëmën të një hapësine tjetër. Dhe kjo hapësinë tjetër, me anë cilës ai me siguri na sugjeron prishjen e rendit sendeve deri të asaj kohe, ai tregon se po kërkon me hap me një dimension lirie më të madh. Mirë po, Biblat e këto shqiptarët nuk i lexojnë. Se kanë frikë se bëhen fetar. Ose i keq, i lexojnë keq, përveç se Po, ata pak po, që. jo, unë nuk flas për ata që e kanë lexu, po kur e pyeti i dhanëri Charles Dickensin, duket, e i tha, zotni i tha, që kishte vjerë, i tha, a kishte atë ditë vdiq, qa po lexoni, tha. Kishte marrë librin dorë, librin e librave, librin e librave. Pra, aty mbrani janë gjitha, është krejt historia e njerëzimit. Manej, a don me pati Jezu Krishtin si birin e Zotit e këto gjana, edhe unë që jam kristian, tash 1900 vjet, ka mundësi që të vdes me dyshimin e kësaj. Pra, mos ta shohim këtë anën ku fillon me u radhu ajri i librit. Ta shohim librin mrena mekanizmave të një realizmi dhe të një simbolizmi. Unë kam ardhur thot me prish
djalin me babën, vajzën me nanën. A kupton? Pra nuk jam I pafajshëm. Kam ardhur me hap një dimension të ri. Dhe dimensioni I ri me siguri që ishte me ndryshu kodet e moralit. Me ndryshu sjelljen e njeriut ndaj njeriut. Etj. Pra, qysh atëherë ma shkëriu kjo ide. Dhe qa ndodhi? Vllazërit tonë t'jugut morën pushkën, vonë një të ballë, dhe masi I përzon gjermant edhe I shkatërron edhe italiant, a din? U shiru vendit, kështu marrë e punë, a kishim dalë për shirim, I vonë pushkën vllezën vetë. Dhe fituan një liri të cilën e kanë ende deri sot. Dhe humën një pafajësi të cilën nuk e kishin humbur kurrë deri në atë punë. Këta fjalë duhet kisha dashur me I thonë atë në një audiencë që I djeg. Se Prekcali, nuk po flasim për Prekcalin si burri mirë I keq. Kur u fut në një shpellë atje, dhe I tha, I nepi, që po bajmë, tha, se ne kemi municione, tha, e kishin rrethu partizan. Nesër mjes, tha, t'jap përgjigje. Dhe nesër mjes, tha, unë nuk vritem, tha, me vllazërit e mi, se nuk I la turp fisit. Me shqiptar, unë nuk vritem. Dhe po tash për na vrasin ata. Ata e din. Unë nuk vritem. Edhe, lufton sa lufton, u dorëzon edhe Prekcalin partizan tanë trima. Në një kohë që s'na përket, nuk na prek ma. 2 metra 20 I gjatë ka qenë brava. Burë që kishte luftu me malin e zje, me sërt, me vonë gurën e kufinit, natën e kapte gurën në shpinë edhe shkote e qote atje, aty e kemi në kufin, e pushkaton edhe e shëtiten me karrocë dorët në përshkotër. A është humje e pafajësisë kjo? Unë thomë se po. Se me vra Gjerman, e me vra Italian, I vras edhe unë nesër, me orë në masul mu I këtë vend. Në këtë moshë që jam, vesh I palo pinga dhe qohë me da. Tak, edhe unë. Ama ndoshta unë vdes për I të ftoftit, mare e punë. Po me dalë da. Me vllazërit e mi, unë s'ka punë. Am kupton që më thamë se ko ka qitje kjo punë. Ka qitje kjo. Nëse më lejoni, Urna. Desha të flas pak mbi librin e librave, ndoshta është edhe tragjedi e madhe që kemi pësuar ne nga regjimi ynë, duke na hequr të drejtën në besim apo duke mos na e dhënë të drejtën të leximin e librave. Kur fillova studimet në Gjermani të letërsisë gjermane, letërsisë së lashtë gjermane, nuk I kuptoja, pasi çdo gjë bazoi vetëm në Bibël. Dhe të kuptosh letërsinë, apo letërsinë botërore duhet të kesh lexuar Biblën. Dhe kjo është diçka që ky libër o Loreta, ky libër nuk bazohet në Bibël. Ky ka një paratekst. A din shumë gjatë. Po unë thash qysh në Bibël ka bërë përshtypje, kam thënë, a mund të jesh ti I lirë edhe I pafajshëm. A kupton? Pra njeriu kur kërkon lirinë e vet, e flak pafajësinë e vet. Ama dikush që e lexon librin gjithsesi e ndjen këtë majstreson, e di që kom shkruar për librin, edhe e kom përmend edhe Krishtin. E kom bënë lidhje mes Krishtit edhe mes temës që është folur në këtë libër. Pra kjo nihet. Patjetër që ti ke qenë në njerëzit e parë që e ka
e ka përshnet librin edhe është roman shumë i ngjeshëm edhe me shumë tema mbrëm. Aty ka edhe një personazh që është që lëtë rolin e një farë Mefistofeli, Mefistofeles, Zef Vetima, i cili tallet me djaloshin në roman. Sa herë që i thoshte ky, po unë jam i pa faj. Si jemi mërë pa faj? Jo, nuk jeni pa faj, por s'është kërkush i pa faj. Kërkush i pa faj. Nuk ka njeri pa faj. Sepse ai njeri që është i pa faj, ai nuk kërkon liri. Dhe një njeri që nuk kërkon liri, për mu, është nën njeri. Lirin e vetë. Profesor, do doja të kaloni pak tek libri juaj i fundit, Nata e Qejve, që është një përmbledhje me 6 novela. Në njërën nga novelat, që titullohet Xhelati i Bretit, Marash Keqi, që është një malsor i zakonshëm, më shumë se sa vdekja e nipit, ato e shqetëson fakti që ai të mos vdesë shëmtuar. Madje mbaron që në një bisedë. Më falë ndjesë. Se ju e cegët qejve, këtu thot qejve. Qejve. Tani, si nga ju që jam, bënd fjalë për qelin, apo sepse në një tjetër pjesës me Violetën, që u vranë disa qej, në të shkon tekst është aty se nuk e kuptoj atë, për dhe thënë, nuk besoj se është një kuptim. Shiko këto, që jo rinia keni një shënënit madhe, po pyetje nuk bën. Ti po e bën pyetje në rreth po më pëlqen. Nuk ka në gjuhën shqipe asnjë emër mashkullor që fillon që në njëjës është i barabartë me shumës. Pra, sot për shembull në gjuhën letrare të bukur tonë, ka hyrë fjala një qenë, shumë qenë. Ne andej themi qënë. Një njeri, shumë njeri. Ju andej thoni edhe qenër. Po, ajo është kur të të jam i pa qënë. Pra, unë se kritik i gjuhës, për aq sa bëj kritik, them që nga toshnjishtja kanë hyrë të gjitha anomalit e toshnjishtes kanë hyrë pa i filtru fare në gjuhën e përbashkët. Ne themi, në Korçë thonë një qenë, shumë qenjë. Në Shkodër themi një qenë, shumë qenë. Jo një qenë, shumë qenë. Nuk thohet. Nuk thohet. Pra, unë nuk kam pse me i ardhë, unë shkruaj gegnisht, edhe gegnishtja shkruhet tash 700 vjetë. Jo, thjesht ta kuptoj anë se ishin e Jo, cakta ke shumë shumë të drejtë. Se unë mendoj se kush bërë ndjes, kush bërë që është unifikuar gjuha shqipe, mendoj se gegnishtës duhet t'jepnin më hapësirë, mendoj se anon pak më shumë nga toskërishja dhe prandaj unë Jo, më nuk... Lautën e malësisë, unë kam dash babin me ma shpigu që ta kuptoja, pastaj ta analizoja aso kohë në gjimnaz. Sepse shumë fjalë janë, nuk është bërë një unifikim, mendoj, i barabartë, më kupton më shumë i njanshëm, mendoj unë, si nga ju që jam, shumë Po nuk ka fjalë. gjomër, nuk ka gjomër, ti t'jesh prej kudo, por në Korçë do një qenë shumë qenë. Po, ashtu duhet. A më kupton? Ti pse po ma thuhet një qenë shumë qenë, edhe po krijon një rast, një anomali në gjuhë. Një qenë, shumë qenë. Po, Pra, faleminderit. unë doshe me nxjerrë këtë punë, doshe me nxjerrë në titull. Se Aha, nuk, prandaj, a më kupton, se unë mund të veshe një titull tjetër, mund të veshe
atë tjetrën, ku di, Falë. Gjelati i mbretit, për shembull, për cilin po, do gjelati i vizit. mbretit, unë mund ta vesh gjelati i mbretit, a kupton? Edhe puna nata qembe, po edhe ai ka kurth, është një titull me kurth. Nata qembe se disa miq të miqve të mi kanë menuar se mos jam ty fol për do më thënë për diktaturën e njën e tjetër. Unë kohë diktaturët e, po jam në tjera pentagrame, nuk jam në pentagramet e kësaj, e peshë. Jam në pentagramin e një moment kur menohet që dashnia ka duhet të rujt fort dhe nuk duhet nërpre. Se po nërpre, masani, është ajo fjale aty që thot, është një fjalë, një proverb italiane që thot, Jo, thash, unë e kam nënvizuar, për që ka tjetër proverb italian, kam nënvizuar që kemi thënë ju. Atë pra që thot, me u kthy te dashurit e vjetra është si një bish cigare, si me nesh, a kupton? Dhe ne që e kemi pi cigare ndikur, po të dredhur, na e dim se sa hidhur edhe sa e pashishme është cigareja kur e ke fik, ma ne shkon e nez edhe herë tjetër. Edhe ashtu marrën, pra marrën me ata qenë që ati i duken si kufoma qastesh. E ke parasysh? Pra pikrisht me të vdek koha, është dhimbje shumë e madhe. Prandaj keni shprehur që kësheddim mrekulli të roken më mirë prej largu, kur ato janë kthyer në kujtime se sa kur i ke aty aq më tepër kur ti je vetë pjesë e tyne. Ai nuk e shijonte më, jo thjesht Violetën si trup, po si njeri sepse e ki shumë kohë, atë që thonë, ki shumë qastet, ki shumë po pra, njeriu qysh me Marcel Proustin, njeriu është bë i vetëdijshëm për një prirje ti që kishte met e pa thanën kurkun deri në shekullin e 20. Kishin kaluar me të shkrimtarë të maj kërkimi i kohës të humbur. Sepse koha e jetës, e biosit njerëzor është e matshme. 80, 70, 50, 20, 30 vjet, a kupton? A don me kthy në sekonda, shumë zoje për 365, shumë zoje për 24, shumë zoje për 60, shumë zoje për 60 dhe ty del jeta jote në sekonda. Banja pak inventarin jetës tane ti, sa sekonda ke hum, sa kohë ke hum në jetën njën e tjetër. Pra, dashnia është ndoshta njëri prej faktorëve që ne na çojnë detyrimisht në kësaj llogarie. Pse s'u takova unë me atë njeri më përpara? Pse u takova tash ti? Pse u takova unë me këtë njeri dhe jo me këtë njeri tjetër? Pse shumë njerëz mendojnë kur Zoti na deshti që ne të takoheshim, pse nuk na takoi më përpara? Pra, e gjithë kjo filozofi, e gjitha këto pyetje retorike janë që na çojnë se njeriu ka një inventar të brendshëm i cili e çon me bë pyetje shumë dramatike dhe shumë të dhimbshme se pse e huma këtë kohë, pse huma këtë kohë. Dhe tashti mund ka me shumë kohë, ose ne po takohemi, po dhe po ndahemi, sikur se tek kjo, po takohem tash. Takojmë në një kohë të pakosi, thonë. Po pra, ata ideali aty me këtë
vjollcën ose me violetën si Edhe ajo është shumë e bukur ndryshim, që tani shumë janë violeta. Po. Mendoj se në kuptimin juaj ishte tekora, unë pra nuk ishte më violeta. Simbolikisht nuk e di nëse e kanë kapë lezuesit e mi, kam dashur me thonë që njeriu ndryshon. A di? Nuk ndryshon, nuk je i bardhë, albin edhe mas 20 vjeç bash si prej Nigeriet, bash i zi ashtu, kupton? Po sado pak ndryshon, edhe kjo i thot, mos më thuj vjollc. Më thuj violeta, s'ja ma vjollc, e më violeta, pra kjo kishte ndryshu edhe ajo. Ky ka ndryshu dhe tashti këllaposja e tyne është ba edhe ma e pamundën. Kupton? Në fakt profesor po e pyesja për një novel tjetër, siç është Xhelati i mbretit. Po. Kur Marashkeqi, siç po thosha pak më parë, është një malsor i zakonshëm që më shumë se sa vdekja e të njëjtit e shqetëson, domethënë që ai të vdesë shpërfytyruar. Madje mbaj mend që në një bisedë që kemi bërë në rreth kësaj përmbledhje me novela, ju keni thënë diçka shumë bukur, që vdekja në letërsi është e bukur, ndërsa në jetën reale jo. Do doja që të na flisit pak më shumë. Aty, kjo është një zbulimi imi shumë i bujshëm për mu, kur unë kam marrë vesh se një malsor i zakonshëm, po thu, është pleonazëm me thonë i zakonshëm, se po them malsor, nuk ka malsor të jashtëzakonshëm. Malsori... Mendoj se janë tjerë zakon, nuk e di në ato optikën. Po, në kuptimin e kësaj. Pra, unë nuk jam nisë me dhënë një, se kam bën shumë debate në lidhje me të. Edhe në Kosovë kanë pas disa njerëz që kanë. Kjo është një malsor. Dhe fjala malsor për shqiptarët, let mos i gënjejnë veten se kur i themi dikujt malsor, du me thënë i palam, i pa shkollë, njeri, Shumica ato konotacion është konotacion malok është ky konotacion që po i besës, i të dishtë me pritën, shumica është. O e dashëm, një malsore vetë po janë. Një gjohë, edhe unë nuk jam prej New Yorkut. Ke dhe një malsore në Labria këtu, po puna është me të sojë se do që të dalë. O vajza tërpojsh, vajza e Malsis Gjakobs. Një gjohë, pritë se kam thani gjanë matë madhe se është i besë. Kam thani gjanë shumë matë madhe. Po godet diku tjetër, matë. Ashtu, e ka. Se në tim, a e ke lezu? Ma shpjega që po thua ti. A ke lezuar se ke lezuar? Me përgjigje, më sopën të tërpojane. Kjo se je në Tiranë. A shumë që jam shkodaranë. Pra, kë, më mirë aqë që s'ka hekë kush, jam ashtu si që te ti, jam stërbes Gjakove dhe qik tërpojë. Kështu që nuk i toleroj këta gjërat e malsisu. Po të mbaroj deri në fund. Po si jeni malcime, tërpojë dhe më thanë tri fusha, ju jeni fusharat. Më malsore më falja mu. Po diku ka qenë pesës, tani nga jugu veri s'ka më pesë. Ka. mbyllën. Dëgjoj, edhe pjesa, ndjesë është një koncept. Problemi është këtu. Po janë të të se një herë jo. Në Shkodër, që jemi vetëm 13 metër mi nivelin e detit, nuk e konsiderojmë vetën malsor. Edhe Shkodra dikur ka pas edhe bes, ka pas edhe burni, ka pas edhe prestigj, ka pas edhe milioner, ka pas edhe politikan, të shti asnjënin për këtyne sendeve nuk i ka. Ma. Dhe kjo është për me të dhimt. Kam kuptan? Pra, unë e kam tragedin, jo ti. Problemi është ky. Një malsor që është i palam, ky është i palam, që është i pa shkollë,
ky marrashkësi është i pa shkollë, sepse është koha, nuk është malsori i sotit. Është malsori i viteve 30, 32, 33, 35. A kupton? I pa shkollë, i pa dije dhe as gjën tjetër, dhe vjen e përballohet me ditët e fundit të nipit tij i cili do të ekzekutojë me varje. Dhe gjithë kujtojnë se ky ka ardhur me kërku xhelatin e me vra. A më kupton? Gjithë e mendojnë këtë punë mos ka në. Jo mori thotë. Se ai vjen për kanunesh, shef para se si zbulohet, ai vjen për ligjesh. Ai ka bën zullum thot, edhe le ta psoj. Por ama thot, ka ndodhur thot që kur kanë varë njerëz në pazar Shkodrës thot, u ka dalë dhapa për goje thot edhe ata njerëz të tij thot s'kan pse dalin më në shok. Se u është shëmtu robi i shtëpisë. Apo? Me lezu Loret këto punë. Unë i kam lexuar, unë kam nisur të përkthej tani mos. Mirë rregull, e pastaj po mu duket sikur po e nin për herë të parë. Më fal. Drejt. Edhe ky njeri po bën një arsyetim të çuditshëm, të rënditës, dhe po thot, shiko këtu, ai e meriton vdekjen, por jo me vdek dhe me u shëmtu, që me qesh njerëzit me te. Vdekja duhet jetë e bukur. I jep dhe Napoleon për... I jep dhe Napoleon them për këtë... Po, dhe i jep tjetër anë mësën dhe do të them edhe. Dhe ka një, nëse me këta dy studentat e mi jam të spjeguar Aristotelin. Aristoteli kur e kundërshton Platonin, mësuesin e vet për punën e kësaj e tragjedisë, thot vdekja në art është e bukur. Sepse prodhon katharsis. Vdekja në jetë, thot, mund të jetë, edhe është e pa dishur, por në art dhe me atë e vullosi që teatri dhe tragjedia duhet luhet sepse ka një potencial të madh bonifikus për njerëzin. Dhe mas Aristotelit tragjedia luhet dhe stër luhet në gjitha teatrët e botës. Edhe tragjedia greke, edhe tragjedia nacionale e disa kombeve, si anglez, si francez, si italian, besa edhe shqiptarët kanë shkruar tragjedi. Pra, ajo që mu më ka çudit, edhe më ka entuziazmu tepër, është se një malsor pa shkollë, pa kulturë, pa qytetnim, i përbuzën është bartës i ideve të Aristotelit. Kjo ka qenë bilanci im. A më kupton? Dhe unë kam thënë ma tepër për këtë malsor, se sa mund thotë unë jam tropojan. Ose jam për i vermoshit. Unë kam thënë që lidhje ka Aristoteli nër filozofët më të mëdhenj dhe shtyllat e estetikës botnore me një malsor shqiptar. Që ai mendon komplet si ai. Dhe puna masane e xhelatit është se unë kam dash me potencu, pra me nënvizu faktin kadi se
shoqënia shqiptare ka ardhur moralisht duke u zbe moralisht. Dhe aty ma shdasht mu me kriju një gjelat që i heq i vend letarin në fyt dhe i gjur i shqelmon stolin një gjelat sublim. Sepse ai dhe ja kthen pastaj. Sepse ai nuk pranon me që ata të varunin e morën vesh se janë pagu pare për ta të gjelati për me shti gjuhën në gojë dhe të nesëmën kur të vinte mileti në pazar me i pa ata i shtërmun dhëmët e vetë edhe kur u doli shpirti ishin normal. Atëherë ky gjelati çon e thret mara shkeqin edhe i thot nuk pas ka qenë rrezik, pra unë deshta me i marrë ta lek, mos që ata me prunë në derë. Por nuk pas ka qenë risk për mu, pra, pas ka qenë fat për mu me i marrë ta lek, ti e dini thot ku ke me gjetë filanin, edhe që ku i ke merre edhe qoja lek. Edhe ati shoku të nipit Po. të Marash ndu, nipi i thot që po për mua i thot ka pyet njeri edhe për ty, edhe ai ishte gjes shumë fisnik, që pra të s'kishim pyet. Po, e gënjen ai. E gënjen, në? E gënjen sepse s'kishte njën të kja i ma me hi me spjegu, po donte me abo, edhe ai qeshi thot, e qeshi. Po s'qeshi thot, edhe mund, në fakt për te s'kishte arë kërkush. Po mund dhe, jo vetëm nge, e mora dhe si një gjes fisnik që për me ambërsu sa do pak atë hidrërimin e përshëndetjes fundit me Një kjo është pra ideja që ka kjo për mu, a kupton? Për mu, ai malsor ka idetë Aristotelit. Tashti, në qoftë se dikosh do me hynë me studiu kulturologji edhe do me thënë referenca ose analogji kulturore kësi gjona e ka mërën pra. Sepse Marashi mund të mos jeti qytet nëmë, mund të mos ketë virtutet e një qytetari europian ose një qytetari shqiptar. Sidomos për higjienën e për majtjen e vete njën e tjetër. Por ai ka i njeh ligjet, nuk ka ardhë me vra gjelatin. Ka ardhë me i kërku një nerë kundër pages, me shumë dignitet, edhe gëzohet, ati që janë 7 Napoleona në kohë zogut. 7 Napoleona në kohë zogut kanë qenë një familje me jetu 6 muaj. 6 muaj më. Rrogën e 6 muajve si me thonë sot 6 milion lekë. Përna i thot ai që po ti i varfër, i thot jo, i thot dua të tjera. Jo, thot e këta me hisni vetëm amman, do më thanë, mos të shëmtohet ideja ajo figura ose vitrina e fisit, që ishin quna të ri këta mo, ishin dem ashtu, por kishin një rrugët mrapsh, kështu vjedhjeve, përdunimeve edhe vrasjeve. Atëherë i kapi shteti edhe i dënë. Profesor, do doja që ta mbyllim me përkthimet. Siç e përmenda pak më parë, ju keni sjellë në Shqip libra shumë të rëndësishëm të letërsisë botërore, duke filluar nga Lulet e së keqes, të cilin e keni mbajtur në përduar gati gjysmë shekulli, në mos gaboj. Jo, zgabon ti për shifra je nxitës. Pastaj Metamorfozat e Kafkës, po ashtu edhe disa libra të Sartrit, edhe Katedrala e Parisit, që ja keni ndryshuar dhe titullin e keni bërë Katedralja Shën Maria e Parisit. Do doja më shumë që të dija prej jush, një shkrimtar që, siç po e thosha, me shumë përvojë dhe keni sjellë libra shumë të rëndësishëm të letërsisë botërore. Duke qenë se gjua është një organizëm i gjallë që ndryshon vazhdimisht. Sa të rëndësishme janë ripërkthimet?
nuk e di se cilat janë politikat e përkthimeve për Onufrin, se më fort Onufrin e njoh si vitrin të prumjeve të reja letrare shqipe, apo kanë edhe është një kontribut i jashtëzakonshëm. Mënyra se si e pret kjo shtëpi votuese produktin e ri freskët letrar, si edhe e promovon. Për përkthimet që bëhen këtu tek Onufri, nuk kam informata, po paktën shtëpia votuese Albas ka marrë një iniciativë shumë pozitive, e cila kërkon pra ripërkthimin e veprave që janë përkthy para 50 vjeç tema, në kohën e socializmit, përkthimet të cilat qoftë se janë i përkasin një stadi ma pak zhvilluar gjuhës, qoftë se ajo epokë ishte një epokë ideologjike shumë e ranume, edhe priste, edhe çocoraste, edhe krasiste pjesë të rëndësishme, jo të parëndësishme. Aty ku flitej për Zotin, aty ku pra ka përcime si ato filmat që janë djegë edhe që i lidhin pa lidhje kështu. Unë mund të themi që ato libra që janë ripërkthy për mehet, janë ripërkthy integralisht. Pra pa i heq as një pik, as një presje, sepse koha e sotme nuk e ka këtë kërkesë, edhe bile kërkesa saj është që ne të kemi një tekst integral të Balzacut, të Hugojt, Baudelairet e tjerë e tjerë. Për Baudelairin, me cilin jam marrë 50 vjet, vit në vit, 1968, 2018, unë kam qenë në Toulouse të Francës dhe kam kërku librin, variantin e fundit të Baudelairit, i cili kishte një 12 poezi ma shumë se libri Lullet e skesës që unë e kisha blenë në Paris 5 vjet para se më u botu ky. Dhe mu më desh pra me përkthy edhe një 13-14 poema ti, të cilat janë komplet bërsi, është bërsia e veprës tij. E dini sa të më thanë bërsi? Jo, se di. Nuk e dini, Jo, këtë se Ke bërë në një raki ose Kur piqet rakia, shtypet rushin me këmbë, ai fermentohet, piqet rakia dhe i merret alkooli dhe ajo pjesë që metet në kazan, hidhet atje, ajo quhet bërsi. Pra, ka qenë rush dikur. Po të sashmo, është diçka që duhet gërpos për të kthyer edhe herë në humus. A kupton? Pra, 13 këto të Baudelairit ishin poema që ishin shtu se i kanë gjetë më vonë dhe nuk kanë pyet fare nëse ishin të rëndësishme apo jo. Sepse ata kishin për qëllim me dhënë një Baudelaire integral. Bile në fund, poezia e fundit është një poezi që si kur belbëzën. Pra ai ishte damtu turuni nga një smundje veneriane, nuk fliste më, edhe me shkruan të keq. Do më thënë, kishte marru aparati i shkrimit i poetifikimit e gjitha i kishin shku në zero, edhe ashtu e kanë botu, për me tërgu që kjo është
poezia e fundit që ne dim se ai ka nxjerrë nga dora e tij. Dhe s'ka kur farë vlerët artistike. Pra edhe këtë punë e ka bërë. Por mendoj se me gati plus minus 10.000 faqe që kam përkthy, ja kam kthy shqipes disa autor në formën e tyre të plot edhe që s'kan nevojë me lezu në gjuhë të huaj sepse është dhënë me një saksi të madhe. Pak preme edhe kam zgjedhë edhe situata legjerimore brenda aty, kam zgjedhë me shumë përgjegjësi. Pra nuk ka nevojë dikush me fillo me mësu frëngjishten për me lexu Shenmerinë e Parisit. Këtë po do me thotë. Po iniciativa për ta fresku edhe për ta përditsu edhe gjuhësisht, edhe tekstualisht një vepër të madhe që janë këto, ka qenë një ide shumë e mirë, shumë entuziazmuese, dhe unë e kam ba me qef atë punë. Tashti, unë do merrem edhe me përkthimin e një 5 veprave të Andereshitit. Mrena kësa jave del libri Immoralisti i Andereshitit. Ata i kanë ba një kopertin shumë të bukur. E petja? Se ke pa. Jo tha se këqyre aty poshtë thash mos e ke pa dhe... Po të servoj ty pralla. Pra një kopertin shumë bukur, edhe për mu ai libër edhe ky autor, unë po përpiqem, një e kam përkthyer Simfoninë pastorale, tashti del libri Immoralisti, libër i cili për mu është libri që më ka çudit më tepër se unë e konsideroj librin më të guximshëm që kam lexuar. Nuk them që është më i guximshëm i librave të botës, shumë që kam lexuar gjithë. Nuk i del jeta njerëve me lexuar gjithë vepra, po për mu ai libër është libri më i guximshëm që kam lexuar ndonjëherë. Kur del? Ai del mas mrena kësaj jave. Profesorin më falenderoj shumë. A unë që ishim... Falë, mund bëjmë të Po, një që u cek shumë liria. Mendoni se liria është një emër i përveçëm që ne i kërkojmë shumë, por nuk e arrim. Mendoni se është në thonjë za një emër i përveçëm që ndoshta nuk duhet ketë caqe, sepse në kapërcim të lirisë mund të cënojmë lirinë e dikujt tjetër që mund të jetë i shtrenjtë për ne, qoftë shoqe, qoftë shok, qoftë aspekti sentimental, qoftë familjar. Si e mendoni? Jam kurioze. Po, e lidh me generalin të kjo është fjali e juaj, emri i përveçëm, se më pëlqeu, ishte goditur. Liria është një formaset, është një sinonim edhe me demokraci. Demokracia dhe liria janë dy sinonime, po sinonime, jo duplikata, nuk janë absolutisht një lloj. Që ngjashme, po Kanë jo. ndryshojnë. Liria është e pafundme, sepse liria nuk është tjetër gjë, vetëm leja që i merr njeriu vetes për me çu përpara historinë e vet. Qoftë personale, qoftë kolektive, qoftë edhe botnore, se ka njerëz, për shembull si Nën Tereza, ose si Mahatma Gandhi, ose si, po di unë, çfarë më thon, si
Konstantini i Madh, ata kanë bërë reforma të tilla që kanë prek kombe. Shtete kombe, popullsi gjigande, edhe kanë pru kanë sjell një hap të ri. Mas hapit të ri, masi të shterrohet energjia që sjell hapi i ri, ka nevojë për një liri tjetër. Pra kjo bëhet liri e vjetrove liria. Për shembull, vajzat shqiptare, gruaja shqiptare ka një shekull që lufton për lirinë e vet. Dhe ka arrit kaq shumë suksese, sa që sot ka skeptik si puna ime, që i them, mos ndoshta duhet tashti me fillu me menu për një emancipim të burrave, se gratë kanë marrë sopravendin, kanë marrë fuqi fort. A kupton? Edhe sigur është një disproporcion mes... Po, do më thonë, gruaja ka grumullu sot ka shumë pushtet, edhe ka shumë autoritet, sa e ka hedhë burrin një inferioritet. Po burrat janë bërë si personazhi aty. Cili? Si personazhi aty janë bërë shumica e burrave. Se i marsori që shpjegove. Cili se shpjegoj? Ata pra Marashi. Aja Marash keqi. Marashi ishte lule. Marashi ishte lule. Këta Marashët e sotut janë asur. Marashi ishte lule. Pra ne po them unë që liria është jo të gjithë e kërkojnë lirin, jo të gjithëve u duhet liria, sepse kriza e madhe e mas viteve 90 të na, e dini cila ka qenë? Për mu. Kam romanin tjetër në dorë. Të në gjithë. Jo, nuk e din, tash ti po ta them. Kriza më e madhe e fillimi të tranzicionit ka qenë, po mirë, që të bëjmë ne me këtë liri? Pra, kjo të regon se jo gjithve i duhet liria. Pra, gjithmonë në shoqëni prind disa. Ata që prind janë minoritet. S'kan nevojë mu që tonë njerëzit e me lanë, me mëllë shpia dhe mu që me dalë malë me luftu. Luftën një 5% i një kombit, jo ma, për liri. Pjesa tjetër e Gjergvadi. Kështu që ajo që thoti liria është krizë, pra ti duhesh me dietje në radhë pash që do. Masanej ekziston rreziku i madh që ti lirin tane nuk e ndalon te gardhi ku fillon liria e tjetrit, edhe i bën një fraksion, i bën kundravajtje, pra i shkel lirin atë tjetrit. Aty masanej fillojnë gjyqet, fillojnë ka shoqënia i ka këto. Por njëherë ti duhet ta kërkosh lirin totale tonë. Ani bash. Unë kam njoft në Malsi, kur kam qenë mësues edhe pa e mëdhër. Kam njoft një gëru e cila
kishte vujt të mërsisht faktin që i kishin dhënë një burr plak. Dhe kur ishte fillu, i kishin paraqit prindve të saj, pra djatit edhe xhaxhait të saj, i kishin paraqit i djalë të ri. E i ka thani kjo dhëndri. Manej kur ka ardhë muhabeti me u pa martesa, ka ardhi njeri tjetër. Edhe ajo është bon shumë e smur, ka ne një 3 vjet në depresion thellë, masa ne e mori vetën kada kadale njëra e tjetër, edhe i lindën fëmijë, ju rritën fëmijët, kur u martu vajza, edhe erdhin pasi, pra mos u martu, erdhi me nejt ashti 10 ditë të nana, mas martesët, ne i themi pasi. Ne themi në të parë. Në të parë. Po në të parë, pasia. Me u taku me prindëve, edhe i tha, unë tha, mu me ma pres qafën, tha, unë nuk shkoj në shtëpi ma dhe i tërgoj arsyet e veta, të cilat unë si ka marrë vesh kur, po unë jam shkrimtar edhe i shpiki, pra, për ju nuk do me shpi. I tha, ti tha, nda tha, kemi me të prej ty në qafta, edhe kemi me të janë në pus, në kjo se nuk shkon atje. Pra, kjo gru, që kishte qenë viktim e një tragedie shumë të madhe, kur vjen puna për vajzën e vetë, bëhet me pjesë palë me ata që kishin falsifikuar dhënën që do bëj burri i saj. A kuptat që puna e liris, pra rrugët e liris, ka sartë rrugët e liris, janë pafundme edhe me pas një ideal lirie është fatkeqësia madhe, sepse ai të grën për mrena, e nuk lën që. Por, kështu ka ecë si transit gloria mundi, kështu ka ecë lavdia e botës. Njerëzit kanë shestuar lirin me men, e kanë njek, i pjesë kanë pagu harast madh liris, kanë vdek si qeni, i pjesë tjetër u ka dalë bigja në faqe edhe kanë ecë, bashkë me ta ka ecë edhe shoqënia, ka ecë edhe kohë. Profesori, falenderoj shumë që erdhët. Edhe unë ju falenderoj shumë për thjerrës. Ju falenderoj shumë. E që falenderoj shumë për idenë e thjerrjes time. Jeni shumë